Shëndes, nga gjykata e lartë jemi këtu vazhdimisht. Kemi thënë çdo ditë do vim këtu. Sot bëhen e 4-ta ditë, pra 4 ditë sot që jemi njohur me vendimin dhe akoma vendimi nuk ka shkuar në kushtetuese. Unë kërkoj që vendimi në lidhje me bllokimin, me mbylljen e dosjes Beleri, të dosjes Peshkepia, për ta quar, domethënë të asaj të atij vendimi nga gjykata e lartë, nga Ilir Panda, Sandër Simoni dhe Sokol Binaj, që është marrë vendimi për ta mbyllur atë, sepse ata e mbyllin, nuk janë ata Fatmir Shehu dhe Arsen Gjini që janë vrarë me 24 prill, në mitin 1994 me datën 10 prill, nuk janë as i vëllai dhe as njerëzit e Sokol Binajt apo të Ilir Pandës që ka qenë kryesuesi i seancës në këshillimore apo i Sandër Simonit. Ata janë të tjerëve dhe neve, si puna atyre, si puna e Fatmir Shehut, që u vrar në masakrën e Mavit, në Peshkepi, në 10 prillin 1994, si puna Arsen Gjinit, që u vrar po aty, ushtarit Arsen Gjini, oficerit Fatmir Shehu, si puna ime dhe të tjerë, jemi popull me, s'ka gjë, se vritemi ne, le të vritemi, se ikin pa autorë vrasje të tilla, le të ikin, s'prish punë, se nuk bëhet një diçka e vogël për fëmijët, vëllezërit dhe për Ilir Pandën, apo për Sokol Binajn, apo Sandër Simonit, digjer Shqipëria. Kurse për popullin e thjesht s'ka gjë. Të shkojnë dosja të mbyllet, nuk prish punë thonë, të mbetet dhe pa autor, nuk prish punë, të mbetet dhe pa u zbardhur, nuk prish punë. Mirë po, unë jam shqiptar për vete. Duhet ju them që është ditë e 4 që unë e kam vendimin në dorë dhe akoma nuk e ka kaluar lanën. Nga kjo këtu që shikoni, që është bërë si shtëpi e shpirtrave, gjykata e lartë i thonë, me ullet se kjo s'ka dhe njerëz me të ullet nuk botë nuk ka. Nga kjo godin këtu, që e kanë lënë si ligjërisht të rregullt vendimin e Spakut dhe të Arben Krajës, të korruptuarit të Lajzit, e dim se kush është Arben Kraja, dhe prej këtu deri tek gjykata kushtetuese u bën 4 ditë që do kishte shkuar, sikur nga 1 centimetër në orë të kishte ecur, mund të kishte shkuar për 150 apo 200 metra larg. Është e 4-ta ditë. Mbi varrin e Fatmir Shehut dhe Arsen Gjinit rëndon 4 herë më shumë dhe pas 4 ditësh. Çdo ditë që kalon bëhet më e rëndë. Se kemi mundësi, janë gjithë ata shqiptarë, me gjithë ata pasuri, me gjithë ata dituri, disa të paditur, disa të shitur dhe nuk pa e çojmë dot. Për 200 metra ka mbetur këtu, kjo zgërhalle e madhe, ç'është kjo, katrahure e madhe këtu që i thonë gjykata e lartë që mos i thënëshin më, për të shkuar atje. Bën 30 vjet. Nuk dua unë që të ketë fenomene të ngjashme me fenomenin e Astrid Kalas. Nuk dua që gjëra të tilla të ngjajnë as Arben Krajës, as Sandër Simonit, as Sokol Binajt dhe as kryesuesit të seancës Ilir Pandës, as Sokol Sadushit, as kërkujt. Dua që të shkojnë atje, të bëjnë këtë itinerar për 200 metrash, të vejnë në gjykatën kushtetuese dhe nëse dhe ata sillen si ta, të shkojnë në Strasburg të marrë një drejtim dhe çështja Belerit të marrë një drejtim dhe Beleri të marrë drejtimin e Burgut, sepse prandaj e kanë ngritur retorikën nacionaliste, patriotike, pseudo-patriotike atje. Si kemi thënë edhe përsërisin gjithmonë, streha e fundit e maskareve është patriotizmi, prandaj flet sot i quan legjitime se thot kanë qenë çemrit të gjithë i fut shqiptarët e çamërisë në bashkëpunim me fashizmin. Pastaj thot vorja e pirin ditë për ditë duke e përsëritur dhe ditët e fundit ka thënë që masakrat e Beraj 1994 në 114 në jug ishin për mbrojtjen e dinjitetit. Vrasje për dinjitetin. Dëgjoni ju, kurse ai që Fredi Beleri është i akuzuar i kryesor për dosjen e Peshkepisë dhe ne kemi të dhëna të prehta dhe djegëse këto ditë për Fredi Belerin, prandaj dhe për të ashtu. Nuk ka për të qenë më në krye të seancave hetimore më lakoq të tillë si Gledis Nano dhe Eugen Beci. Ka për të patur burra atje dhe ne jemi këtu. Unë jam këtu për dinjitetin e Shqipërisë. Unë jam këtu për Arsen Gjinin, jam këtu për Fatmir Shehun dhe për çdo që është shqiptar i vërtet shqiptar.